ndodhem në plazhin e Durrësit, pas mesit shihet është një grup turistësh, janë turistë italianë nga zona e Salentos, është një grup i zgjedhur për shkak të përbërjes tyre, janë njerëz të moshave mbi 60 vjeç, burra gratë, cilët kanë kryer funksione në rinin e tyre derisa kanë dalë në pension, janë mjek, janë gjyqtar, janë ushtarak, janë prokuror, të cilët kanë nga dita e hënë që po vizitojnë vendin tonë. Ka parë disa qytete dhe neve do t'i marrim përshtypjet e tyre se si ato e njohin Shqipërinë. Kanë zgjedhur këto ditë të ngrohta vjeshte për të kryer një vizitë turistike në vendin tonë. Ata janë një grup turistësh italian nga krajina e Salentos në Itali, të cilët që nga dita e hënë po vizitojnë qytete të ndryshme të vendit, si Tirana, Kruja dhe Durrësi. Në mënyrë të veçantë këtyre turistëve u ka pëlqyer klima dhe natyra e vendit tonë, por edhe qytetet që ata kanë vizituar. Salentinët tregojnë se gjatë sezonit të verës që sapo lan pas, kanë kontaktuar me gazetarin Carlo Bolino, i cili u kishte sugjeruar një vizitë në Shqipëri. Kjo ishte nxitja për një udhëtim drejt vendit tonë, me të tjera përshtypje, ato të dëgjuara shumë vite më parë, por këto mendime kanë rënë poshtë kur filluan të ecin e shohin qytete të ndryshme të Shqipërisë. Turistët tregojnë se deri dje ata e kishin njohur Shqipërinë nga kronika televizive apo nga gazetat e vendit të tyre, ndërsa sot ata po e prekin vetë realitetin e vendit tonë, ku ju bën përshtypje në mënyrë të veçantë mikpritja dhe sjellja e shqiptarëve. Sot ata ishin në Durrës ku kryen disa vizita nëpër qytet, por edhe në objektet antike. Vizitorët italianë janë intelektualë të profesioneve të ndryshme, si inxhinier, mjek, gjyqtar, prokuror, ushtarak, si dhe të profesioneve të tjera. Të pyetur për përshtypjet që u la Shqipëria, ata veçuan Tiranën, e cila u ka pëlqyer shumë dhe sipas tyre nuk ndryshon as pak nga qytetet europiane, por edhe Kruja e Skënderbeut kishte lënë bresat e vizitorët italian. Ndërkaq nuk kanë munguar edhe disa vrejtje që kanë të bëjnë kryesisht me telat e energjisë elektrike, të cilat thuren midis pallateve apo kanalizimet dhe pusetat e hapura. Quhem Oronzo Russo dhe jam udhëheqësi i këtij grupi miq. Kemi vendosur të vizitojmë Shqipërinë fal ndihmës që na ka dhënë Carlo Bolino dhe Alba. Ne nuk prisnim të gjenim një shtet ashtu sikurse është tani Shqipëria. Tirana na surprizoi vërtet, ashtu sikurse Kruja dhe tani Durrësi. Jemi shumë të kënaqur nga ky udhëtim. Unë jam Franco Farrati nga Lecce. Më parë kam pasur një përshtypje jo shumë të mirë për Shqipërinë, por duhet ta them se kam ndryshuar mendje, në kuptimin që kam takuar njerëz shumë të mirë, por kam gjetur dhe një rinovim të vërtet të vendit. Por gjëja negative që vë re janë telat e energjisë elektrike afër pallateve të banimit, të cilat mund të ishin shmangur. Kjo është vetëm një gjë negative që pash, ndërsa sjellja e shqiptarëve për mua ishte ajo si e italianëve. Ndërkaq për Luigi Carzolaroni, generali i aeronautikës në vendin fqinj, Shqipëria nuk është një vend i panjohur. Në vitin 1997, kur 2 avion mik të ushtrisë shqiptare u arratisën dhe hyrën në hapësirën ajrore italiane, ishte pikërisht Carzolaroni ai që i priti ata në aerodromin e Galantinos, ku ishte komandant baze, ndërsa ai e kujton kështu atë ngjarje. Unë quhem Luigi, por për miq Gigi Carzolaro dhe vi nga Salento. Unë jam një ish zyrtar, generali i aeronautikës. Në të vërtetë unë kam njohur Shqipërinë nga lart, por edhe kam lexuar disa gjëra dhe duhet të them se kam pasur kontakte edhe me shumë shqiptarë që jetojnë në Salento, të cilët më kanë thënë gjëra të cilat unë nuk i gjej këtu. Duhet të komplimentoj për njerëzit që takova për mënyrën se si i trajtojnë të tjerët. Sigurisht që ka edhe probleme si ajo e telave elektrik apo pusetave të hapura pak a pak, të cilat janë një rrezik. Pjesa tjetër më ka pëlqyer. Ju jeni njësoj si ne. Ne duhet të kthehemi sërish në këtë vend. Pas vizitave në qytetin bregdetar, grupi i turistëve i përbër nga 19 persona vendosi të shijojë një drek buzdetit në plazhin e vjetër të Durrësit. Në menun e paraqitur bëjnë pjesë specialitete vendase, por edhe ato të kuzhinës italiane. Në përgjithësi gatimet ju pëlqejnë edhe me ndonjë vërejtje të vogël, duke pasur parasysh cilësinë e kuzhinës italiane. Nuk kam asgjë për të thënë për kuzhinën tuaj, pasi kuzhina jonë është më e mirë, por kam shumë për të thënë për telat e energjisë elektrike, kanalizimet që janë shumë të rrezikshme, për higjienën ndaj mysafirëve tuaj. Rregulloni këto probleme dhe ju presim në Europë, por mund të them se jeni një popull mikpritës dhe të sjellshëm. Tirana është shumë e bukur, mu duk një qytet jetik dhe shumë modern dhe mikpritës. Durrësi ka investime të shumta e të paqarta, ndërsa Kruja është shumë e bukur, më ka pëlqyer shumë, interesante për ato që pash. Ne ju gjejmë shumë të njëjtë me italianët, madje edhe në kuzhinë. Jemi të kënaqur me mikpritjen, ka ende për të bërë, por është mjaftueshëm këndshëm.
Ata që kanë qenë në Itali kanë mësuar shumë nga kuzhina jonë. Mendoj si Shqipëria është më e bukur kur e shohim teksa vim këtu sesa duket nga televizori. Kemi shumë eksperienca pozitive. Në përfundim të bisedës sonë me grupin italian të turistëve, ata shprehin se Shqipëria tashmë është pjesë e agjendës së tyre dhe se dëshirojnë me kënaqësi që të vinë sërish në një tjetër tur turistik për të vizituar krahina të tjera të vendit tonë.